nuk i ke dashuruar që të gjitha. Po, jo? Çfarë shkollimi ke mbaruar ti apo çfarë je ti tani që i vë kapakun? Nuk i vura kapakun. Jo, ishte me pikpyetje, ai ke dashuruar të gjitha? Kjo po, ai ke dashuruar të gjitha? Jo, dhe në formën pak deklamative, sepse një njeri nuk mund t'i dojë të gjitha. Jo, Arion. Patjetër që i do. Mos mund t'i dashuroj që të gjitha tani. Patjetër që i dashuron të gjitha, dashuron edhe më tutje. Nuk e merr dot përsipër ta bësh pyetjen ashtu. Pse? Se po kam përsipër. As ti se di dhe as unë se di. Më përshkruaj dashurin. Jo, ma përshkruaj ti në nga të tjera. Ja ta mbaroj. Kur ti më bën atë lloj pyetje, do të thotë që ti ke caktuara pikat për cilat ti thua këtë e dua, këtë se dua. Atëherë më jep pikat ti mua, do të them kush i plotësonte dhe kush jo. Ti je një nga ata djem jashtëzakonisht shumë i qartë me idetë tua dhe kam përshtypjen i ke shumë qartë ato çfarë do. Pikërisht se jam i qartë, po pyes më jep pikat. Për të caktuar unë, i doja apo si doja? Unë mendoj që në momentin që i ke pasur, i ke dashur pa dyshim. Po jo, da një sekund. Nëse i ke dashur... Do zdoj, ta ish me parimin që ti njerë do vdesësh njetë për një... Jo, nuk mund dashur një... Po jo, pra një sekund. Nuk po më lipë në shpjegoj. Një sekund, se hodhe i grepin kësë është gazetari mirë. Dhe kaq, më përshillet. Shiko, unë them që nuk mund t'i duash që të gjitha. Pra, në momentin që ky thot, pra, Arioni thot që unë nuk e konceptoj do tjetën time, veten time pa partnere, do të thot që e ka qëllim në vete që të ketë patjetër një partnere. Po kjo do të thotë që se zgjedh me dashuri. Po nuk ka shans që ti kur i vë qëllim vetes tënde për të patur patjetër një. Më thuaj çfarë petku veshe ti që përdore fjalën nuk ka shans. Po nuk ka shans pra se jam burrë unë. Po më thuaj cilin petku. Ti je burr në veten tënde, ti je burr në veten time. Ne burrat ngjasojmë shumë mirë. Jo. Kjo është shumë e vërtetë dhe ta konfirmojmë këtë. Ideja e Albanit është që kur ti ke një... Jo, jam shumë i qartë në idenë time. Kur ke një ide të qartë, duhet që të bësh një tipologji negociative ose një kompromis që ti ta arrish qëllimin tënd. Jo, jam dakord me Arionin, s'është vërtet. Absolutisht jo. Shiko, ne i dham fjalën njëri tjetrit dhe ishim sinqertë këtë program. Ne jemi sinqert, po ty s'të pëlqen, edhe të lutem mos na bëj presion. Shiko, unë mendoj që dashuria ka një formulë. Kur ti thua këtë njeri e kam dashuruar apo jo, i bie që ti ke vendos një formulë dhe ti thua, po, këtë jo se bëja, apo këtë jo s'ma jepte se kam dashuruar. Se cili nga ne, për aq kohë sa ka zgjedhur të rinë në një partneritet, shumë apo pak, për aq kohë sa ka pas në krah, e ka dashuruar. E ka pas afeksion. Sasia është, pastaj hajta diskutojmë. Po, e ka dashuruar apo jo, për aq kohë sa e ke në krah dikë e do me një farforme. Me një person. Afeksioni me dashurinë janë dy gjëra të ndryshme. Ka forma të ndryshme atraktive, më kupton? Ka afeksione, tipologji të ndryshme afeksionit. Ti me një person mund të kalosh shumë kohë, sepse të përmbush një aspekt të caktuar, të cilin ti po e kërkon në atë fazë të jetës. Po kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht që me çdo numër partnerësh që mund të kesh, je i dashuruar. Po pra më përshkruaj dashurinë atëre. Ke një partner mos gabo as të presin. Edhe një herë. Se tani të flasim me filozofira shumë e bukur. Më përshkruani dashurinë me pikat sakta. Nuk ka më filozofike se përshkrimi dashurisë. Dhe atëre bie dakord unë që të të plotësoj fjalimin. Tani donte të ta ndihmonte më. Donte të ta ndihmonte. Se kanë zgjedhur burra e gramë se ne këtu tani do japim ne verdiktet që nëse ti... Ne verdikte opinionin. Opinionin me verdiktin ndryshon shumë. Jo, një sekond, është verdikt kur të thua tjetrit, është afeksion dhe jo dashuri. Jo, verdikt, Albani se ka shiko. S'është opinion, ai është verdikt kur ti thua. Verdikti është tjetër gjë. Alban. Është opinion, po unë ja jap ti që të thoshte që edhe pra të ndihmoj që ti thoshte partnerës së tanishme nëse e ka gjithmonë që ti je. Ajo është. Ti, u vetëm ty të kam dashur, po ti nuk e kape. Ajo është. Jo, s'ka lidhje. Por Alban njeriu dashuron shumë herë në jetë. Nëse ajo pret një konfirmim në televizor, është problemi asaj. Ajo është zgjedhje, e ka. është zgjedhje. E vërtet është, ha? Dhe një partner është zgjedhje. Nëse ti konsideron si një pjesë që shohin shumë telenovela, edhe spektakle, dashuri, ato flutrat dhe rënqethjen, ajo s'është dashuri. Se qatë ke që kanë flutrat dhe rënqethjen? Po janë në periuda, njëre do shumë, njërë se do fare, njërë të hapukën, njërë thua pse merë fruta. Jo, se flutra aty është prapë se prapë, po rrita. Po lëtë të zhije me jutën, se kujtova jam zhë dhe herë tjetër. Po mirë, ha, pra unë e Arioni totaliziu një të Unë jam një romantike e pashëruar, pëtra. Jo. Po, si jo. Ja që do të them. Diskursin. Do me thënë, do t'ishte vdekje mos t'jetë një femër romantike. Pra, t'jesh romantike, të dashurosh. Partnerin që ke zgjedh në jetë, ta kesh edhe kështu dashurit të çmendur, me flutra dhe me gjitha këto gjërat,
Tani me, 30 vjetë martesë është po thuaj se pa mundur, tani? është fat, po themi. Po thuaj se thash, nuk është e pa mundur. Të themi që është fat. është me fat, është me inat. Një sekund, jo, nuk kemi me inat këtu, se jetën e kemi për qef. Jo, pra është me fat, po, është me ka fat. një gjë, nëse do të flasim realisht, si që e thashtë edhe gocës, partneri më mirë në botë nuk të përmbush ashtu si që njerëzit thonë me këte me ate, se edhe ti vetë nuk e përmbush me këte me ate dhe me ate. Çfarë ndodh? Ti mund ta dashurosh fort me të çmendesh, të dridhesh kur e shef atë njeriu, pra ai s'është fare në atë që të bën ty të lumtur, sepse unë mendoj që shpeshherë njeriu bën dashuri edhe kot me një buzëqeshje me njëri që s'ka lidhje me ty. Të duash një person, ti jetë zgjedhja jote, për atë që ai përfaqëson, të don. Mund mos jetë fare ashtu çmenduri që ti e shef edhe të bien të fikët, por ai është që të përmbush ti atë dhe ai ty. Për vlerat që ka, për personin që përfaqëson, për kujdesin që ka karshiteje. Dakord jemi. Për atë që ti je vëmendje ati. Ti, ore ke shumë djemë të mirë që s'të kanë ty në vëmendje, duhet t'ja kujtosh si cilët. Duhet t'i thush që shiko, unë prita prej teje që në këtë gjë ti të bëja këta. Iku mbaroj. Ai mundet mos ketë asgjë në veten e vet. Pra, ai nuk e bën ta zëmsis të do ty, apo e ka vëmendje diku, ai thjesht i pavëmendshëm. Ti fillon dhe thyesh. Ka një gjë tjetër që e bën pavëmendshëm. Ti fillon thyesh. Dhe një tret thot, ha me mos e s'knaqesh në herë, disa çuni mirë është. Ai ka lezet, që ja, si ëngjëll. I sjellshëm. Po në përditshmërinë tënde ai nuk të mbush, të zbraz. Jam shumë dakord. Avash. Dhe jeta. Po, jo, jam dakord në atë që po thot. Partneri të jetë për një kohë të gjatë, zbehet, rifillon, ka fazat të ndryshme të jetës, ka fazat të ndryshme. Atu ke dhe sherin, atu ke dhe edhe problemin. Pa tjetër, ke momente që... Po, më fol fare, po. Ka momente do të... Po, kjo është biznisje, nuk do të thotë që ti se do, po. Në momentin që ne jam shumë dakord që vëmendja duhet edhe koha që na dedikon çdo gjë tjetër partnerit. Por në momentin që ne kemi zgjedhur partnerin, mbi bazën e të gjithë renditjes që bëri zonja, të tipit që është i kujdesshëm, është i vëmendshëm. Po, pikat që keti në kokën tënde. Në momentin që ai në një fazë të jetës së tij, sepse ka faza prioritare, ka faza ku gjithë kemi dinamika të ndryshme, në një moment të jetës së tij, kur personin që ne kemi në krah e redukton në masë, sepse ai nuk është mirë me veten, mund të ketë një problematik. Çfarë duhet të bëjmë ne? Është e njëjta gjë, dashuria nuk ekziston. Më lejo të Tu lind një pyetje tjetër. Në momentin që zgjidhet mbi bazën e fluturave të stomakut, unë besoj që në çdo moment dhe vështirësi, në momentin që ne e kemi zgjedhur me flutura në stomak, edhe kur mungon ky kujdes, edhe kur reduktohet, edhe kur ka faza të vështira, ato fluturat bëjnë që ti superosh në mënyrën më të përkryer këto.